Shekhu l-Islam ibn Tejmija, rahimahullah, i cili ka vdekur në vitin 728 të hijretit. Ka thonë, kur është obligim këshilla, do më thonë për njerëz të veçantë dhe për popullin përgjithësi, ka përmendur disa çështje, thot, pra duke përmendur dietarët më hershëm, se ka thënë Yahya ibn Sa'id, sa'altu Malikan wa Thawriya wa Layth ibn Sa'd. Do të thonë thot e kam pyetur Malikun, Thawrin, Sufjan al-Thawrin, Layth ibn Sa'd, Auza'in, për një njeri që është i akuzuar për një hadith dhe nuk e ka memorien e fuqishme. Do të thonë kjo është prej çështjeve më të lehta, do të thonë që nuk i mba mend mirë hadithet. Faqalu, do të thonë gjithë këta kanë thonë bejin emrahu, do të thonë sqaroje gjendjen e tij, tregoj njerëzve mos marrin hadith prej tij sepse mund të gaboj, nuk e ka memorien e fuqishme. Thot disa njerëz i kanë thonë Ahmed ibn Hanbelit, unë e kam të vështirë të them filani është kështu, filani është ashtu. Do të thonë të tregoj njerëz që kanë devijime ose dobësi. Ka thonë Imam Ahmedi, idha sakattu ana إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Nëse hesh unë dhe hesh ti, atëherë kur ignoranti do ta kuptoj të vërtetën prej gabimit, kur do t'i dalloj ato. Pastaj thot Sheikhul Islam ibn Tejmija, ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة. Do të thonë rasti i këtij është me njerëz të bidatit, i thtar të bidatit, të cilët kanë fjalë që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin, ose kanë adhurime, vepra që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Do të thonë sqarimi i realitetit të tyre dhe paralajmërimi i umetit, paralajmërimi muslimanëve për këta është obligim me unanimitet muslimanëve. Do të thonë nuk ka asnjë prej muslimanëve që ka thënë nuk lejo prej muslimanëve, do thotë prej njerëzve të sunetit, edhe prej dietarëve dhe nxënësve të dijes edhe imamëve të diturisë, askush prej tyre nuk ka thënë që nuk lejohet flasësh për ata që ka ndonjë bidat, ose ndonjë kundërshtim, ose ndonjë devijim në fjalë ose në vepra. Edhe pastaj thot, pra këto janë fjalët e Ibn Tejmijës. Dhe Ibn Tejmija kur thot me unanimitet, do të thënë ajo është kompetent për të thënë se ka unanimitet për këtë që duhet patjetër të sqarohet gjendja e tyre. Dhe thot, pastaj bile i është thonë Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbelit, يشتان الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Një njeri që agjeron dhe falet dhe bën itikaf, do të thonë rri vetëm në xhami, nuk del nga xhamia, bën ibadet shumë, a është ky më i dashur te ti apo dikush që flet kundër njerëzve të bidatit, kundër tharëve të bidatit? Ka thonë, idha qama wa salla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Do të thonë nëse falet, agjeron, bën itikaf, kjo është për veten e tij. Wa idha takallama fi ahli al-bid'i fa innama huwa lil muslimin. Nëse flet kundër bidatxive, ky është dobia e këtij, është do të thonë për muslimanët, hadha afdal. Do të thonë ky është më i vlefshëm.